Pak para pauzës, hetues nga Departamenti i Krimeve Ekonomike jazun derën komunës së Prishtinës. Mysafirët e paftuar dyshohet se zunë në flagrancë një zyrtare duke marrë para nga një operator ekonomik me qëllim që t'i mundsohet një pagesë për shërbimin që kriju ndaj komunës. Jo zyrtarisht, klani ka mësuar se bëhet fjalë për 2.000 euro që AG tentoi t'i merrte nga kompania. Por marrëveshjen këj fundit nuk e bëri i vetëm. Atë dyshohet se ndihmuan edhe shefi drejtorisë së shërbimeve publike DG bashkë me BS, po ashtu punonjës në këtë drejtori. Prokuroria po punon në zbardhjen e rastit, të cilin po heton për 2 vepra penale, keqpërdorim i pozitës dhe marrje rishfetit. Janë sekuestruar edhe telefon si prove cila do të shërbejë në zhvillimin e mëtejshëm të procedurës hetimore. Prokurori i shtetit brenda fatit ligjor do t'i parashtrojë kërkesë me shkrim gjykatës kompetente për saktimin e ndonjë prej masave ndaj të dyshuarve. Detaje nuk dhan nga komuna, por u shprehen të gatshëm të ndihmojnë në hetim. Kryeqyteti do të ofrojë bashkëpunim të plotë me të gjitha organet kompetente në përputhje me detyrimet ligjore dhe standardet e një shteti demokratik. Në këtë frym kryeqyteti Prishtina mbetet i hapur për çdo proces verifikimi dhe veprim procedural, në frym bashkëpunimi dhe me respekt të plotë për organet e drejtësisë të Republikës së Kosovës. Për bashkëpunim po, por as Rama e as vartësit e tij gjatë të martës nuk treguan se çfarë shërbimi kreu ky operator ekonomik dhe çfarë pagese bëhet fjalë.